që ka thot Dobrica Qosiq. Dhe le ta kuptojnë madhe i vogël, gjeneratat e reja dhe brezët që do të vinë, me kënë kemi pas punë që 200 vjetë, me çfarë barbarë. Thot kështu, ne gënjejmë për ta mashtruar vetveten, për të ngushëlluar të tjerët. Gënjejmë nga mëshira, nga dhëmbja, gënjejmë nga turpi, për të trimëruar, për ta fshehur mirimin ton. Gënjejmë për ta paraqitur veten të ndershëm, gënjejmë për lirinë ton. Gënjeshtra është formë e patriotizmit serb dhe vërtetim i inteligjencës sonë të lindur. Të lindur janë ta për gënjeshtra. Gënjejmë në mënyrë krijuese, fantastike, imagjinate, inventive, shpikje, trillime. Gënjeshtra është interes shtetëror serb. Në këtë vend, në këtë shtet, çdo gënjeshtër në fund bëhet e vërtet. Serbët shumë herë gjatë historisë i ka shpëtuar gënjeshtra. Pra, merre vesh me kanë kem pas të bëjmë që gati 2 shekull. Ndërkaq, akademiku tjetër i cili ka qenë përpilus i elaboratit për shfarosjen kolektivet shqiptarëve nga faqja dhe jot, Vasa Çubrilović, thot kështu: boshtin kurrizor të nacionalizmit shqiptar mund ta thyejmë vetëm përmes çështjes fetare, sidomos përmes islamizimit masovik të tyre. Islamizimi masiv i shqiptarëve është vetmja rrugë që i largon ata nga çështja kombëtare dhe i armiqson ata deri në shfarosje mes tyre. Andaj në këtë drejtim duhet dhe është i domosdoshëm një bashkëpunim miqësor dhe i ngushtë me Turqinë.